është e vërtet në fakt dhe në momentin që ne flasim ne jemi koshient që çmimi i naftës ka kontribuar në buxhetet familjare, por dhe në uljen e margjit të fitimit të disa bizneseve, sidomos bujësia. Bujësia është një sektor shumë sensitiv që ka lidhje të drejtë për drejtë me naftën dhe mendoj që nëse kjo situatë do të zgjasë, atëherë produktet tona bujësore do të kenë një çmim më të rritur e si pasojë nuk do të jenë më konkurruese në treg, as në tregun e brendshëm. Ne shohim që edhe me çmimet që ne kemi dhe me subvencionin që bëhet naftës përsëri fermerët shqiptar nuk arrin dot të nxjerrë një produkt bujësor me një çmim konkurrues, pasi produktet e importuara me çmime më konkurruese, për të mos folur më pas për ato produkte bujësore të cilat eksportohen në çmimi i erës, ka bërë produktet bujësore tona të kushtojnë më shumë dhe pikërisht të probleme gjeopolitike Patjetër, dhe me sa duket euroja nuk po ka ndonjë tendencë, po themi, për tu rimëkëmbur, po e përdorun këtë fjalë. Jo, Vazhdon të forcohet leku. Po, patjetër që vazhdon të forcohet leku, madje u mendoj që do të nënçmohet akoma për shkak sepse do të vijë sezoni turistik dhe sezoni turistik nënkupton që do të kemi më shumë sasi eurosh, pra një ofertë të madhe euro në treg, e cila do ta ulë akoma më tepër vlerën e erës. Deri ku mund të shkojë, Romin? Domethënë në thonjza, deri për çfarë vlere duhet jenë të përgatitur? Unë mendoj që apo se parashikojmë dot. Sepse nuk mund parashikohet, por çështja është që sepse mirë, flasim, di pse e themi kështu, si formë parashikimi, gjithmonë flasim vetëm nga trendi bazuar deri më tani, pra nga momenti kur filloi të binte vlera e euros, sa ka qenë maksimalja? 1.4 apo jo? 1.4 ka qenë maksimalja. Pra, nga momenti po themi që kur ka filluar të bjerë, edhe deri tani trendi pa diskutim ka treguar, po themi një gjë. Dhe në fakt duhet ishte reflektuar se përderisa ne kemi varësi nga importi mbi